Prej disa ditësh, në rrjetet sociale ka nisur të qarkullojë një zë i fortë që ka të bëjë me banoren e Big Brother VIP Kosova, Alba Pollozhani. Fansat e reality show-t kanë vënë re ndryshime të caktuara në sjelljen dhe gjendjen e saj brenda shtëpisë, të cilat kanë shtyrë shumë prej tyre të mendojnë se ajo mund të jetë shtatzën. Këto dyshime janë rritur edhe më shumë pas disa momenteve ku Alba është treguar më e rezervuar, më emocionale dhe më e lodhur se zakonisht. Në shtëpi, disa banor kanë vënë re se Alba ka shmangur disa lloje ushqimesh, ka pasur ndryshime të herpashershme në humor dhe shpesh ka kërkuar të qëndrojë vetëm. Këto sjellje, të cilat shumë njerëz i lidhin me simptomat e hershme të shtatzënisë, kanë ndezur diskutime të gjera mes ndjekësve të programit. Në rrjet, komente të shumta thonë se diçka nuk shkon me mënyrën si ajo po sillet ditët e fundit. Nga ana tjetër, nuk ka asnjë deklaratë zyrtare nga produksioni, e as nga vetë Alba, e cila nuk ka dhënë asnjë sinjal për një situatë të tillë. Të gjitha që po fliten, për momentin, janë thjesht hamendësime të publikut, të cili është mësuar që çdo detaj i vogël në sjelljen e banorëve të kthehet në teori të reja. Gjithsesi, vëmendja ndaj saj është rritur ndjeshëm dhe çdo lëvizje e saj brenda shtëpisë po analizohet nga fansat. Ndërkohë, disa prej ndjekësve kanë bërë thirrje që të mos nxirren përfundime të nxituara, duke kujtuar se jeta personale e banorëve është e tyre dhe asgjë nuk duhet supozuar pa një konfirmim të qartë. Sipas tyre, lodhja, presioni emocional dhe dinamika e dendur brenda shtëpisë mund të jenë arsye të mjaftueshme për ndryshimet në sjelljen e Albës, pa qenë nevoja të lidhet çdo gjë me shtatzëni. Megjithatë, fakti që emri i saj është kthyer në qendër të vëmendjes tregon se publiku është i etur për të kuptuar më shumë rreth asaj që po ndodh me të. A është Alba Pollozhani vërtet shtatzën apo thjesht po kalon një periudhë të rënduar emocionale? Për momentin, gjithçka mbetet thjesht një thashethemi pa realizuar, i cili mund të marrë drejtim vetëm nëse ajo vetë vendos të flasë. Deri atëherë, publiku nuk ka zgjidhje tjetër veç se të presë dhe të vëzhgojë.